Përshëndetje të dashur televizionist, fillojmë lajmet në televizionin 4+. Raiffeisen Bank dhuron një pajisje mjekësore eko të teknologjisë së fundit urgjencës së spitalit në Lushnjë. Nuk është hera e parë që Raiffeisen Bank gjendet pranë spitalit dhe qytetarëve lushnjar me projektet ndihmuese dhe mbështetëse. Raiffeisen Bank vazhdon të tregojë angazhimin e saj të qëndrueshëm për përmirësimin e shërbimeve shëndetësore për komunitetin lushnjar, duke dhuruar një pajisje eko të teknologjisë së fundit, urgjencës së spitalit bashkiak Ihsan Çabej. Ky investim do të ndihmojë stafin mjekësor në ofrimin e shërbimeve më të sakta dhe në kohë për mira qytetar që drejtohen për ndihmë mjekësore çdo ditë në këtë spital. Raiffeisen Bank gjithashtu ka investuar në rikonstruksionin e urgjencës së spitalit në vitin 2020, pasi siç shprehet Kristian Kanakaris, drejtuesi Raiffeisen Bank në Shqipëri, mbështetja e sistemeve shëndetësore është një prioritet i bankës sonë. Nuk është hera e parë që mbështesim këtë spital me teknologjinë më të re dhe do të vazhdojmë të mbështesim komunitetin lushnjar me projekte në bashkëpunim me Ministrin e Financave dhe kryebashkiaken. Ministri i Financave Petrit Malaj u shpreh se Raiffeisen Bank solli një lajm të mirë me dhurimin e ekos të teknologjisë më të fundit që ndihmon qytetarët e Lushnjës. Një lajm të mirë me qytetarët e Lushnjës, të cilët duke filluar nga tashmë mund të marrin një shërbim shumë të nevojshëm nëpërmjet një pajisje teje të avancuar teknologjike, siç është ekoja që është dhuruar nga Raiffeisen Bank, institucionet financiare si Raiffeisen Bank apo dhe sipërmarrje të tjera të cilat nëpërmjet praktikave të përgjegjësisë sociale synojnë që të kontribuojnë në komunitet duke dhënë një pjesës të asaj që marrin nga komuniteti. Ne inkurajojmë institucionet tilla si Raiffeiseni që të vijojnë me kontributet për përmirësimin e cilësisë jetës së qytetarëve edhe të komuniteteve ku ato operojnë. Shefja e urgjencës së spitalit Lushnjë falenderon Raiffeisen Bank duke thënë se aparati eko ishte një urgjencë dhe domosdoshmëri për këtë spital. Eko përfshin të gjitha llojet e ekzaminimeve dhe ndodhet 24 orë instaluar në urgjencë. Aparatura e re ekografike që ka ardhur në urgjencën e spitalit Lushnjës ishte një domosdoshmëri dhe një urgjencë për shërbimin tonë. Aparati është një eko bashkëkohore që përfshin të gjitha llojet e ekzaminimeve. Ekzaminimin e enëve të gjakut, ekzaminimin e zemrës dhe ekon abdominale. Ndodhet 24 orë instaluar në urgjencë për gjithë pacientët që paraqiten në urgjencë, që kërkojnë shërbimin e urgjencës dhe përfitojnë brenda këtij shërbimi një emergjencë për problemet kardiake, për problemet abdominale dhe të tjera. Është një donacion nga Raiffeisen Bank në vazhdën e donacioneve të tjera, ashtu si kurse ishte restaurimi i urgjencës në vitin 2020, ishte kjo kërkesë e jona që na ofrua menjëherë donacioni me këtë aparat shumë të mirë që i përmbledh të gjitha ekzaminimet për të gjithë pacientët që vinë në urgjencë. Raiffeisen Bank do të vazhdojë të mbështesë nisma dhe projekte që kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të shoqërisë me një fokus të veçantë në përmirësimin e kushteve të jetesës dhe shëndetit të qytetarëve. Java Olimpike festohet nga nxënësit e shkollave të qytetit të Lushnjës me një aktivitet sportiv, ku ishte e pranishme edhe kryetarja e bashkisë Eriselta Sefa. Me rastin e javës olimpike, zyra arsimore me shkollat e qytetit të Lushnjës, mbështetur nga Bashkia Lushnjë, organizuan aktivitetin sportiv tek palestra Fotopuka. Aktiviteti u hap me nxënësit që ishin ndarë në 4 grupe të pozicionuar në 4 pikat kryesore të qytetit. Tek monumenti Vacezela, tek monumenti Tokajon, tek shtëpia Muze e Kongresit dhe tek monumenti Shqiponja. Nxënësit me pishtarët në duar u bashkuan në qendër të qytetit me njëri tjetrin në një mini maraton që përfundoi tek palestra Fotopuka duke ndezur flakën olimpike. Aktiviteti më pas vijoi me kërcime aerobike dhe lojra nga nxënësit. Kryetarja e bashkisë Eriselta Sefa dhe drejtoria e Akademisë Olimpike Enkelejda Çaushi, të cilat ishin të pranishme në aktivitet, përshëndetën nxënësit dhe mësuesit. Shëndetit për palestra se ka shkënësnjë ka që përbukur sa që sot, dhe kjo është kanë saj pune të shëqyër që bëni ju të dashur mësues me këta nxënës të cilët jo vetëm e përfshin në sa të shumë aktivitete sportive, por ajo që është më e rëndësishme është dhe mesazhi që jep kjo javë olimpike dhe këto ne lexova edhe në pankarta
që fëmijët mbajnë në dorë, sepse ajo që është e rëndësishme është që ne të bëhemi qytetarë të mirë dhe që të bëhemi qytetarë të mirë kjo varet nga puna e shkëlqyer që do bëhemi gjithmonë. Shumë punëzime profesor Klodi, i cili javën olimpike ka kthyer tashmë në traditë të bukur për bashkinë tonë. Ju uroj shumë suksese të gjithëve dhe sot ja kalon një ditë sa më të bukur, sepse nuk ka që më të bukur se sa të merresh me aktivitete sportive. Shumë suksese të gjithëve. Është gjithmonë shumë kënaqësi të jesh në qytetin e Durrësit dhe të festosh bashkë ditën olimpike. Unë uroj që këto ngjyra olimpike që keni shfaqur sot, ashtu si të shfaqen edhe në qytet, ti keni çdo ditë në jetën tuaj. Të jetoni çdo ditë në vlerat olimpike, njësisë, respekti për shoqërisë. Uroj ta shijoni dhe të kënaqeni ditën tuaj olimpike. Gems all over the world. Original King Julius for the dance band. I love how all the girls move their body. And when you move your body, you're moving nice and sweet and sassy. Alright? Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier zhvilloi analizën vjetore për vitin 2024. Kryeprokurori Mustafaj tha se Prokuroria Fier është larg pritshmërive për arritjen e objektivave për shkak të mungesës së organikës. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka zhvilluar sot analizën vjetore për vitin 2024. Të pranishëm në këtë takim ishin përfaqësues të Prokurorisë të Drejtorisë Vendore të Policisë, kryeprokurori Elion Mustafaj, përfaqësues i Prokurorisë së Përgjithshme Sajata dhe Erion Fezullah, përfaqësues i KLP-s. Në fjalën e tij, prokurori Mustafaj tha se në këtë vit përparësi ka qenë trajtimi i veprave penale problematike që shqetësojnë komunitetin e qarkut Fier, narkotikëve, veprat penale kundër mjedisit, kundër lojrave të fatit e të tjerë. Për vitin 2024 janë trajtuar nga 4528 procedime penale, 2086 janë regjistruar në vitin 2024, ndërsa 2428 të mbartura nga vitet e kaluara. 5 kërkesa për ndihmë juridike, 15 kërkesa për ekstradim dhe 2 kërkesa për njohje të vendimeve penale tuaj. Po ashtu, janë qenë 1289 urdhra ekzekutimi, si dhe 34 urdhra për kërkim dëmtar. Po ashtu, janë ndjekur 413 çështje të tjera të përfaqësuara në gjykatë, duke përfshirë lirimet me kusht, kërkesa për punësim burgim pa drejtë e tjera. Pavarësisht sa ngarkesa dhe problematikave që theksova më sipër, Prokuroria Fier ka patur në vëmendje punës së saj drejtimet dhe përparësitë e luftës kundër kriminalitetit. Themeli i veprimtarisë së prokurorisë ka qenë lufta kundër veprave penale në fushën e pasimit parave apo kundër veprat penale që lidhen me çrëmimin e pasimit të paligjshëm me synim goditjen e këtij fenomeni nëpërmjet masave parandaluese të parashkruar në ligjin për studiat penal apo ligji i të quajtur pandimafia. Ndërkohë në Prokurorinë e Fierit janë regjistruar 61 procedime penale dhe 4 procedime pasurore, ku 8 prej tyre janë të siguruara mbi bazën e informacionit të siguruar nga mediat. Në lidhje me hetimet e subjekteve të posaçme dhe me interes të lartë publik, vlen përmendet se gjatë muajit mars 2024 regjistruar një procedim penal për një deputet kuvendit Shqipërisë dhe 6 persona të tjerë në hetim për vepra penale shkelja rregullat mbrojtjes punës, shpërdorimit e detyrës e tjera me 2 viktima persona të vdekur. Ky procedim penal është kaluar për kompetencë në dorën e prokurorisë e posaçme. Hetimi i këtij rasti është një shembull shumë pozitiv eficience në kryen e hetimeve jo vetëm për përballimin e presionit publik, por edhe për mirëorganizimin e punës, drejtimin e hetimeve në vendngjarje nga prokurorët, ndarjen e detyrave, si dhe veprimet të shpejta të oficerëve të policisë gjyqësore, të shërbimeve dhe të seksionit. Konkretisht, brenda një kohe rekord, vetëm për 6 ditë, me një shumëllojshmëri veprimesh përfshirë dhe ekspertime u arrit të bëjë dokumentimi i ngjarjes. Për këtë meritojnë falënderime prokurorët Elona Gixhari, Lorena Salilari dhe prokurori Petrit Vukaj, si dhe oficerët e policisë gjyqësore të seksionit dhe të shërbimeve, të cilët, për shkak se janë të shumë të numër, nuk po i përmend sepse nuk dëshiroj të harroj asnjëri. Mustafaj ka theksuar në fjalën e tij se Prokuroria Fier është larg pritshmërive për arritjen e objektivave për shkak të mungesës së organikës. Në vitin 2024, Prokuroria Fier ka patur të miratuar në strukturën organike 64 punonjës dhe ka vazhduar të funksionojë me organik jo të plot, kryesisht për shkak të mungesës së prokurorëve. Si rezultat i procesit të rivlerësimit kalimtar vetting dhe dinamikave që ka sjellë reforma në drejtësi, ndërkohë që një kërkesë parsorë mbetet edhe një godinë e re për institucionin e prokurorisë.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha sot para gazetarëve deklaroi se zgjedhjet u dënuan nga 4 rezoluta ndërkombëtare. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në një deklaratë për mediat ka hedhur akuza të forta ndaj procesit zgjedhor të 11 majit, duke cilësuar atë si farsën më të turpshme të 32 viteve pluralizëm dhe në kundërshtim me standardet ndërkombëtare dhe kushtetuese. Berisha akuzoi edhe kryetarin e SPAK Altin Dumani, që heshti para denoncimeve për krime zgjedhore. Ai deklaroi se me Edi Rama në pushtet, zgjedhjet e lira janë të pamundura dhe asnjë rezultat nuk mund të konsiderohet legjitim mbi atë që ai e cilësoi si falsifikim monstruoz. Të dashur qytetar dhe qytetare, zgjedhjet nuk kishin. Kjo ishte një farsë e turpshme elektorale, më turpshmja në historinë, më turpshmja në historinë 32 vjeçare të pluralizmit në Shqipëri. Në këto zgjedhje, si kur më parë, shteti i tërë doli lakurisht në shëmtinë e tij kundër qytetarëve, për të bërë presione nga më të ndryshme, përdori të gjitha mjetet e tij, përdori nënpunësit e tij të panërgjeshëm kriminal elektoral, për forma nga më të ndryshme presioni. Ndaj të dashur qytetar, dijeni se me 11 maj ka ndodhur një gjë më e madhe për demokracinë shqiptare. Referojuni këtij dokumenti ndërkombëtar, dokumentit të Kopenhagenit, i detyrueshëm për çdo vend demokratik që zhvillon zgjedhje dhe zgjedh qeverinë me votë të qytetarëve. Edi Rama nuk zhvillon zgjedhje, zhvillon farsë dhe e paralajmëroj të mos bëj asnjë lloj përpjekje, ndërhyrje mbi dokumentacione dhe të tjera që i ka të zakonshme. Ja u tregova historinë çfarë ndodhi në Këshillin e Europës. Ju lutem, njoftoja në qytetarëve. Janë ulluar darkën për sjelljen e tij si me qenë i biri i Gaddafit apo Enver Hoxhës, dhe pastaj fluturuan qindra mesazhe kërcënimi tek personalitetet që janë ulluar darkën. I them mos guxo të përzihesh në asnjë lloj procesi, sepse këtë e ke gatuar vetë, edhe nuk e gatuar sot, nuk e gatuar me datën 11. E ke përgatitur në mënyrën më kriminale. Policia e Lushnjës ka nisur procedimin penal për 4 shtetas, njëri prej tyre 16 vjeç për aksident me plagosjen e një këmbësori dhe ngarje në gjendje të dehur. Vazhdojnë aksidentet në rrethin e Lushnjës. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për një 16 vjeçar, banues në fshatin Kolonj, pasi me automjetin që drejtonte ka përplasur në fshatin Kolonj shtetasin BH 84 vjeç këmbësor, i cili pasi mori mjekim në spital u largua në banesë i jashtë rrezikut për jetën. Gjithashtu, arrestua në flagrancë shtetasit VD 30 vjeç, banues në Lushnjë, IH 49 vjeç, banues në Fier dhe TK banues në Lushnjë, pasi u kapën duke drejtuar automjetet në gjendje të dehur. Kurse specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Mallakastër kanë ndërhyrë në kohë duke arrestuar në flagrancë shtetasin EI 36 vjeç, banues në fshatin Panahor, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme. Këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni dhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashk, mirupafshim.